sa erdha nga Malta, ishim në sezon një 4-5 anije të Rozafës, me thonë drejtën vujtëm i qikë këtë vit, por me sukses si gjithmonë, po e kemi kap për zotin, e kemi kap në limit, sepse kishte shumë rryma dhe koha ishte shumë e keqe. Sa ula fillova të lexoj qikë se unë nuk mund të rrit, do të pa o azhërnu i qikë me pjesë në Tallavasi, unë e kam ka qef. Edhe lexova i lajm kryesor tek televizioni i partisë time që ka propagandën më të fortë, Syri, që e drama ja fal me 60 lek naftën në jahtin e një miku ti të madh. Tash miqtë e mi, unë po ju jap faturën se me sa jam furnizu 2 anijet e mia në Maltë. Dhe ju them që pa monër se marroj kjo fushata. A monër merruni me njerëzit që punojnë. A monër merrni me njerëzit që pushojnë. A monër merrni me njerëzit që duan me bo këtë femë. A monër merrni boni herë produktiv, se keni 4 herë që dilni në betej, shpifni edhe humni. Po thoni në të vërtetën, mos u merrni me tallava. A ju hongsha zemrës, është dhe verë, është vap. Respekte edhe ndroni mënyrën e propagandës, sepse nafta blihet në treg të lirë dhe jeshtë i obligum shteti shqiptar të i furnizoj me furnizim bordi, ashtu si është e obligume e gjithë bota që të na furnizoj ne me furnizim bordi. Respekte ju të partisë time.